Në ndërkohë, shumica prej këtyre nxënësve veç e vazhdojnë pastaj edhe studimet në lëmite shëndetësore të cilat ata e zgjedhin dhe janë të përgatitur mjaftueshëm, po besoj një përqindje tyne e madhe studiojnë pastaj fakultetet e mjekësisë. Po, ne kemi edhe 2 marrëveshje bashkëpunimi. Fillimisht i kemi 2 marrëveshje bashkëpunimi, gjithëherë të pretendu që këto marrëveshje do të zgjerohen. E para marrëveshje ka qenë me Universitetin Aachen në Bonn të Gjermanisë, ku të gjithë nxënësit tanë të interesuar dhe të shkëlqyeshëm në sukses të shkëlqyer, do të kenë lehtësira, qoftë procedurale, qoftë edhe të tipit të bursave që të vazhdojnë studimet në këtë universitet. Kemi edhe marrëveshjen e dytë që kemi me Universitetin Ballkanik që gjendet në Tiranë dhe në këtë rast aty një nxënës i joni ka fituar bursë të plot 3 vjeçare për të vazhduar studimet në atë universitet dhe u zgjedh si nxënësi më i miri dhe ka fituar atë drejtë që shkoi studioj në atë universitet. Kemi vizituar universitetin atje, kemi bërë marrëveshje mirëkuptimi, por dhe kemi pa kushtet nga afër se cilat janë kushtet dhe mundësitë që ofron ai universitet për nxënësit tanë.